Raeli, Kristi, Klodi, Arnoldi. Më duket se i mbajta mend. Është ky njëri nga grupe që edhe do të merr pjesë në këtë garë të bukur të festivalit të Pranverës, e që me një emër që nuk e mbajta mend të grupit diçka si Peter Pan, si quhet grupi? Peter Pan Quartet, po. Atëherë, si po ndiheni, sidomos jeni pjesë e një edicioni kaq të veçantë, rikthimi pas 20 vitesh? Ndihemi shumë mirë, është vërtet e veçantë, edhe pikërisht ky rikthimi, domethënë është një herë në kaq kohë ndodh kjo. Edhe përshëndesim gjithashtu edhe Kosovën, sepse ne gjithashtu jemi pjesë e skenës live, që her pas here performojnë dhe në Kosovë, po herën e fundit ishim dhe në Pej, është një kënaqësi për ne. Ju përshëndesim. Besojmë që edhe do t'ju mbështesin. Përndryshe, të satët me radhë jeni, do të performoni natën e parë sonte? Ne jemi sonte, po. Besoj numri 19, diçka aty. Si quhet kënga? Kënga titullohet Armik. Armik? Ku që dedikoni këtë? Ne këtë ja dedikojmë të gjithë armiqve. Ne ja dedikojmë në fakt, nuk është tamam një dedikim se sa është një simbolik, një armik që të shoqëron gjithë jetën, me të cilit ti bashkëjeton, dhe le të themi pra ti je armiku i tij dhe ai është armiku jot. Pra të gjithë jemi armiq të dikujt, por jeta vazhdon përpara. Suksese. Ju falenderoj. Faleminderit. Gjithë mirë.